pasi një aktor i cili këndon shumë mirë, sepse në rolet e tij gjithmonë e ka shoqëruar edhe me këngë. Erand Sojli, një nga yjet e Portokallis, provoi edhe reality show sepse e pam në Ferma VIP, kësaj radhe do të ngjitet në sken, dhe do provoj ethet e garës, provat, gjykimin e jurisë, të gazetarëve, e gjithë shka tjetër, do të jetë në sken si një këngëtar ai që na ka bërë për qeshur, kësaj radhe për të na emocionuar. Po, çfarë do bëhet me festivalin, si do jetë organizuar? Festivali 64 i këngës në Radio Televizionin Shqiptar do të vinë në drejtimin artistik të këngëtares, artistes Elhajda Dani. Për 14 me radhë, publiku do të ketë mundësi të shijojë muzikën e artistëve të preferuar. Nata e parë dhe e dytë do të jetë një natë me ethe të vërteta sepse do të jenë netët konkurruese. Imagjino çfarë bëhet që në prova. Çdo gjë është live, çdo gjë është me orkestër. Orkestra, po flasim me orkestrën e Radio Televizionit Shqiptar të niveleve më të larta të ekzekutimit muzikor. Dirigentët të gjithë me emër, me karrierë, çdo gjë aty, edhe tekniku, le të themi, i cili merret me audio, në ndriçimi e çdo gjë tjetër, janë njerëz të cilët kanë prekur me duart e tyre historinë e festivalit, historinë e muzikës, këngë që kanë bërë epokë. Kështu që është një emocion shumë i madh për gjithë artistët. Aty barazohen të rinjt, por edhe të ata të cilët janë big apo të njohur, sepse emocioni është i parë aty. Të këndosh live me atë lloj orkestre është një përgjegjësi shumë e madhe, edhe është një emocion që nis që nga provat, që nga para përgatitja në studio, pastaj kënga vjen, orkestrimi e gjithçka tjetër duhet shkojë perfekte, provat njëra pas tjetrës, edhe derisa del në sken, ato janë momente vërtet të bukura dhe do përpiqem që her pas here t'ju tregoj edhe momente nga provat, sepse janë shumë emocionuese, edhe marrëdhënia e këngëtarëve me njëri tjetër, artistëve, autorëve të këngëve që meritojnë chapeau, një duartrokitje patjetër. Pra do të jenë 4 net. 2 netet e para do të jetë pikërisht netet e para ku publiku do shijojë këtë muzikë dhe do të jenë net konkurruese nata e parë dhe e dytë. Ndërsa nata e tretë është një zakon shumë i bukur sepse i kushtohet nostalgjisë. Nata e 4 pastaj do të jetë finalja e madhe, këngët konkurruese do të bëhen publike, do të bëhen të dashura për ju në gjitha platformat e Radio Televizionit Shqiptar, tashmë është shtuar edhe TikToku, dhe do t'jenë kudo në website, do t'jenë në YouTube, do t'jenë në Spotify, do t'jenë në Instagram, Facebook, TikTok dhe kudo tjetër. Artistët dhe do promovojnë këngët njëkohësisht dhe gjithë Radio Televizionit Shqiptar, emisionet dedikuar festivalit të 64. Kështu që mundësia do t'jetë shumë e madhe për publikun, që në moment që do i shikojnë në sken artistët e tyre, me materialet e tyre, do t'jetë